Mendon se pritej që Vora dhe njësia numër 10 në Tiranë të ishin zonat e para ku do të mësonim rezultatin e zgjedhjeve, nuk do të ndodh kështu. KQZ ka urdhëruar operatorin teknik të mos e printojë rezultatin e pajisjeve të votimit elektronik për të dyja zonat. Normalisht në Vorë është zhvilluar votim elektronik, që do të thotë me përfundimin e votimit pritej mbledhja e USB-ve dhe Vora do ishte e para që do jepte rezultatin e zgjedhjeve. Por antarë të KZZ i kanë deklaruar mediave se kanë marrë urdhër të mos printojnë rezultatin e votimit. Ndërkohë kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi gjatë daljes së fundit për mediat se bllokimi i daljes së rezultatit në Vorë është bërë me konsensus politik dhe do të jepet mëngjesin e SHN-s. Në kushtet kur lehtësisht mund të spekulohet në lidhje me rezultatin e shpejtë, prodhon dhe pjesa dërmuese e votave për qendra votimi do të numërohen pas mesnatë, mund të kishte një impakt në këtë proces. Për të garantuar integritetin e pjesës dërmuese të votimit, kemi sakrifikuar transmetimin e menjëhershëm të rezultateve, tha ai. Sipas informacioneve ka qenë Partia Demokratike ajo që ka bërë një kërkesë për të mos nxjerrë rezultatin, gjë që është mbështetur nga Partia Socialiste dhe Celibashi u është bindur të dyja palëve.